Një aksident trafiku ka ndodhur në rrugën Pej Prishtinë afër Komaronit. Rastin e kanë konfirmuar zëdhënësi i policisë, ku e bëhet e ditur se 5 vetura janë përfshirë në një aksident. Sot rreth orës 11:40 në rrugën Prishtinë-Pej afër Komaronit është raportuar një aksident trafiku ku të përfshira kanë qenë 5 automjete dhe disa persona kanë kërkuar ndihmën mjekësore. Njësitë kompetente policore për menaxhimin e trafikut në autostradë janë duke u marrë me procedurat e nevojshme të vendit të ngjarjes dhe identifikimin e shkaktarëve të këtij aksidenti. Sot ka pas raportime edhe për aksidentet e tjera ku njësitë policore kanë treguar me kapacitet në dispozicion, thuhet në raport. Ndërsa u ka apeluar të gjithë pjesëmarrëve në trafik, në veçantë shoferëve të automjeteve, që janë më vigjilent gjatë ngasjes.